Buri më akuzon në moral. E kam shkel Kur'anin që s'jam aso grua. Allahu të falë, çka pas ke bon. Buru të ka bo një gjëna shumë të madhë, ti e ke bo 10 fish më të madhë. Buri nëse ka fakte, le ti nxjerr faktet. Me vezvese e me çmenduri të ti, nuk ka drejt me të akuzu. Përderisa të ka akuzu, dush me thonë jo, s'ashtë ashtu. Po ashtë. Por e ti njeri, mbledh mendjen, nuk ashtë ashtu. Po ashtë. A ashtë? Regull. Shkon të vllazët e tu, të prindët e tu, du të me pas. Familje, prindër, që i dalin krah, vajzës vetë, në këso raste. Edhe mi thonë, ke fakte apo jo? Jo s'kam fakte. Udhamar pra. Ti nuk je për vajzën tonë. Pse ti me ram provokimin e ti? Jo, unë e shkeli Kur'anin. Unë habitem, çfarë është kjo budallakie insanëve që qohën edhe shkelin Kur'anin? O ju njerëz, s'do më thonë pse jeni në të drejtë, pse e keni mirë, pse nuk jeni fajtor, s'do më thonë që keni drejt me shkel Kur'anin, kuptojeni këtë gjë. Kur'ani nuk shkelet për të madhen nga zëphiq fare kur. Po unë për me kallëzu që unë s'jam qashtu, unë jam e pastër, edhe ta shkele Kur'anin. Zban, ke bo gabem, dush mu pendu të Allahu. E burin nëse të besan mirë, nëse nuk të besan, daju prej ti. E dini ju se në Islam nuk është e parapëlqyer edhe nuk është opsioni parë ndamja. Por kur e shet që ai nuk po bindet, ndoshta njeri është bë vezvese, ka kalu në smundje psiqike kjo budallaki e tij. Atëherë s'mundesh me jetu me një person i cili të akuzon ditë e natë në moral. Daju prej tij. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dikush ka akuzu gurun e vet për moral, ka ardha ja ka bë be. Para pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe vetë ai personi ka thonë ja Rasulullah, mos met mes neve gjë për me fjet në njëjtin shtrat. Edhe janë nda, të akuzon për moral i ban be. Pra vazhdo me të akuzu daju prej ti. Daju prej ti. Sepse njeri që s'ka fakte në moral, për amoralitet, ai je me kuptu që ka smundje psiqike karshi gruz vetë. Edhe nuk ka më vend aty për bashkjetes, pra jetes, apo për jetë bashkërtore mes jush. Allah të falë, pendohu për atë gabim që ke bërë.